Shtyhet për në datën 5 janar në orën 9 seanca paraprake ndaj Erion Veliaj dhe të pandeurve të tjerë. Vendimi u mor gjatë seancës që u zhvillua këtë të premte në gjykatën e posaçme antikorrupsion për dosjen e Veliajt. Trupa gjykuese pasi të shqyrtoi argumentet mbrojtëse të avokatëve të Veliajt dhe të akuzuarve të tjerë të përfshirë në të njëjtën dosje, do të vendosë nëse çështja kalon ose jo për gjykim. Erion Veliaj vijon të përdor taktika të ndryshme për të shtyrë seancat gjyqësore. Këtë herë skenari i tij ishte përjashtimi i avokatit Artan Gjermani. Këtë të fundit e përjashtoi me pretendimin se nuk arriti që ai të mos futej më në kafazin e qelçt gjatë seancës në GKK. Pas përjashtimit të avokatit, GKK i ka caktuar një avokat shteti, Valentina Teodoreskun. Seanca e kaluar u shty për shkak se avokatët nuk ishin bërë gati mbrojtjen për Veliajin, bashkëshorten e tij Ajola Xozën dhe të dyshuarit e tjerë. Seanca e kësaj të premteje ishte seanca e 9 e cila u shty. Veliaj, i cili deri dje pretendonte se nuk kishte akuza ndaj tij, sot me prova dhe fakte ka frikë të përballet në gjykat dhe vijon të përdor skema për shtyrjen e vazhdueshme të seancave gjyqësore. Kujtojmë se Spaku ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për Veliajin, bashkëshorten e tij Ajola Xoza dhe të pandeurit e tjerë. Mbi kryebashkiakun rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, ndërsa për Ajola Xozën ka 12 akuza për korrupsion, pastrim të produkteve të veprës penale dhe fshehje pasurie.